Türkiye'de deniz, hava, kara, Türk Silahlı Kuvvetleri... Grusht shteti I parë në Turqi ndodhi më 1960-ën, kur ushtria ja doli me sukses të merrte nën kontroll vendin në mesin e tensioneve të larta në vend. Presidenti atëhershëm Xhelal Bayar, kryeministri Adnan Menderes dhe zyrtar tjerë u arrestuan më pas dhe u gjykuan për tradhti, raporton Al Jazeera. Më vonë Menderes u vra, generali ushtarak Xhemal Gursel, që drejtoi grushtetin mori postin e presidentit dhe atë të kryeministrit. Në vitin 1971 ndodhi puçi I dytë ushtarak. Ushtria përsëri rrëzoi qeverinë turke, ndërsa kjo situatë u krijua pas disa muajve të përcjell me dhunë trazira, raporton Reuters. Ky grushtet u konsiderua si grushtet nga memorandumi, pasi që generali ushtarak Memduh Tagmaç I dha ultimatum kryeministit Sulejman Demirel, duke detyruar atë të largohet nga zyra. Për dallim nga zhvillimet e vitit 1960, ushtria nuk e mori shtetin në dorë, por kabineti që drejtonte shtetin ishte në mbikëqyrjen e ushtrisë. Meqenëse grushteti I vitit 1971 nuk solli shumë qetësi në Turqi, ushtria sërish vendosi të tentonte një grushtet më 1980-ën. Grushteti u ndërmor shtatorin e atij viti dhe ushtria mori kontrollin. Admirali Bülent Ulusu mori postin e kryeministrit nga Demirel. Kësaj radhe, grushteti solli stabilitet në Turqi, por ushtria ndaloi disa mijëra persona, ekzekutoi disa dhjetra dhe torturoi një numër të madh. Ndonëse nuk mund të konsiderohet si krejtësisht grushtet, ushtria turke më 1997 lëshoi disa rekomandime për qeverinë turke. Zgjidhja e vetme e qeverisë ishte të pranonte ato rekomandime dhe kryeministri Necmettin Erbakan u detyrua të dorëhiqet dhe se partia që drejtonte ai I u ndalua aktiviteti partijak për 5 vite. I cilësuar si grushtet I butë, ai ishte I suksesshëm pasi që ushtria punoi me bizneset, me drejtësinë, me mediat dhe me liderët politik. Tentimi për grushtet I organizuar mbrëm nga një fraksion I ushtrisë është I pesti me radhë në këtë vend.